emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Profesor Ardian Civici është një nga zërat më të rëndësishëm për çështjet e ekonomisë dhe biznesit dhe ne kemi nderin ta kemi sot në pjatës. Faleminderit profesor. Faleminderit. Kur shohim në qytet kulla, shohim në Bregdet resorte, shohim pallate, shohim vila dhe shohim gjithmonë më tepër të lartësohen godina, por dhe të rriten çmimet. A po pasurohet Shqipëria? Po nga ky këndvështrim natyrisht po, sepse kur flasim për pasurimin e një vendi, një kombi ose edhe një grupi caktuar social, natyrisht të gjithë elementet që lidhen me vlerat caktuara, që nga kapitali që është vlerë monetare, deri te kapitalet e tjera si kapitali natyror, kapitali reputacional apo shumë kapitale të tjera, natyrisht që janë pjesë e pasurisë së një vendi ose një kombi. Kështu që në vetvete, pavarësisht nga shumë nuanca apo aspekte që ne mund të diskutojmë, thjesht në pamje të parë, këto lloj elemente që ju përmendët, që lidhen kryesisht me ndërtimin, natyrisht që është kapitali i investuar në një fushë caktuar, pra direkt dhe indirekt është një shtim i pasurisë së Shqipërisë në këtë rast. Nëse do ta shpjegonim historinë e Shqipërisë aktuale me tregun e real estate, çfarë histori do i tregoje kolegëve tuaj? Real estate ndoshta është një nga sektorët, për mos thënë ndoshta dhe i pari, nga sektorët më dinamik që të rroqin në mënyrë të menjëhershme dhe në mënyrë masive kapitale të ndryshme. Që në vitin 1991, ku ne filluam periudhën e tranzicionit dhe edhe ndryshimit, aktori kryesor, si thua, që merrte vendimet në një ekonomi liberale kapitaliste, siç ishte ekonomia shqiptare, pavarësisht nga tmetat apo nga dobësit, por në thelb ishte e tillë, tregu orientoi në mënyrë të ndjeshme një pjesë kapitaleve në ndërtim ose në real estate. Këtu mund bëj një përjashtim, një shpjegim të vogël, që kur flasim për sektorin e ndërtimit, nuk duhet kemi parasysh vetëm real estate-in, vetëm banesat, por këtu futen dhe gjithë ndërtimet e infrastrukturës, të cilat kryesisht financohen o me investime tuaja direkte, ose me investime publike, ose me sistemin tani, me sistemin e partneritetit publik-privat. Dhe faktikisht, sidomos në periudhën e 10-15 viteve përpara, pra nga periudha 91 deri 2001 apo 2005, ne ndjeshim edhe të habitur kur shikonim shifrat dhe konstatonim që sektori i ndërtimit kishte thithur mbi 20 miliard euro, dollar dhe euro në atë kohë, për tu përdorur pikërisht për ndërtimin. E para ishte një nevojë, Shqipëria ishte një vend që duhej bërë nga e para për shumë gjëra, sepse nuk ekzistonin këto lloj ndërtimesh për këtë natyrë. E dyta, gjithë kontingjenti i banesave në Shqipëri ishte kryesisht i vjetër ose i ndërtuar në mënyrë jo shumë cilësore, dhe nevoja për të pasur edhe një banesë më të mirë, shoqëruar kjo sidomos me gjithë lëvizjen e madhe të popullsisë. Nga ana tjetër, edhe krijimi i disa kushteve apo si dhe një lloj mentaliteti i të jetuarit më mirë, pra njerëzit filluan të bëhen më të ndjeshëm për të pasur dhe një shtëpi në plazh, për të zhvilluar dhe turizmin më shumë Shqipëri, që të kishte kapacitete që ta afronin, jo vetëm për të huajt, po edhe për turizmin e brendshëm dhe për shqiptarët. Dhe mbi të gjitha ishte një sektor që si pasojë e kërkesës madhe, ishte sektor që pothuajse në çdo rast dilej me fitim. Ky është një dinamik që pak vendet botës e kanë pasur me këto përmasa dhe në këto me këtë përqindje të lartë. Nisur nga kjo dicitur, a janë shqiptarët të varfër sot? Po, varfëria është relative, sepse këtë pyetje mund ta bësh edhe për amerikanët, edhe për europianët, edhe për afrikanët, edhe për aziatikët. Në çdo vend mund të thuash a janë kinesë të varfër, a janë francezë të varfër, apo janë amerikanët e varfër. Por gjithsesi ka disa indikatorë. Pikërisht, përgjigja është e ndryshme sepse varet nga disa kushte mesatare, mbi të cilat llogaritet pastaj niveli i varfërisë. Aktualisht, sistemi më i përdorur është sistemi që bazohet në varfërinë monetare, përcaktuar nga Banka Botërore. Pra,
niveli i varfërisë ekstreme ose varfërisë thellë, që në gjuhën e përditshme quhet mizerje, varfëria relative, që është 5-6 maksimumi 10 dollar në ditë për person, si të ardhura, pjesa e niveli mesatar dhe pastaj niveli gjysëm, si thua, pothuajse i pasur dhe shumë i pasur, që janë nivelet e larta. Shqipëria kryesisht dhe nga gjithë statistikat dhe indeksat që ne llogaritim, e ka shumë të ulët ato që quhet varfëri ekstreme, pra mizerën, por ka një varfëri relative të cekët por të zgjeruar, pra që ka sipas rasteve ka qenë 40-45% e popullsisë, në momentet caktuara ka zbritur në 25-30, pastaj është rritur më tej. Kush është dallimi mes rritjes ekonomike dhe pasurisë? Sepse rritja ekonomike është një tregues që si performon ekonomia nga njëri vit në tjetrin. Pra, është një ekonomi në zgjerim, është një ekonomi në stagnacion apo është një ekonomi në recesion. Kur themi që kemi një rritje ekonomike 3, 4 apo 5%, do thotë që në krahasim me një vit përpara, ekonomia shqiptare është bërë 5% më e madhe. Pra, nëse në mënyrë simbolike po themi që është 20 miliardë euro GDP-a e Shqipërisë, 5% më shumë, që është gati 100 milion, është rritja e vjetore. Por problemi është si shpërndahet kjo rritje vjetore. Dhe mënyra se si krijohet dhe si shpërndahet të çon pastaj në përgjigjen e pyetjes tuaj që a jemi më të pasur apo jemi më të varfër. Sepse si jemi në fakt. Si rritje ekonomike kemi pozitive, si shpërndarje të rritjes ekonomike për gjithë shtetet e popullsisë është disproporcionale dhe prandaj përdoret shpeshherë dhe termi inclusive growth dhe exclusive growth, pra rritje ekonomike gjithëpërfshirëse ose rritje ekonomike si thosh veçuese, ku disa përfitojnë më pak, disa përfitojnë shumë. Pse shqiptarët janë gati të vdesin për pronën? Është çështje kulture apo është çështje ekonomie? Ato janë bashkë, po mendoj që më shumë është çështje kulture, sepse duke pasur një pronë shikojnë veten të lidhur se zotrojnë diçka, aq më tepër që duke qenë që prona ka qenë një gjë e ndaluar, ripronësimi, si thoshë shqiptarëve joni në shumë aspekte, na bën që të ndihemi më të sigurt. Por, po të shikosh pastaj mënyrën se si e përdorim pronën, si element për të investuar, si element për të bërë një biznes apo gjëra të tjera, natyrisht e kupton që më shumë mbi zotëron e para se sa e dyta. A është prona investimi më i mirë për shqiptarët? Po, prandaj thash që quhet investimi më i mirë nëse ajo pronë do përdoret sjell të ardhurat për një investim tjetër. Prona për një pronë, siç ndodh shpesh për shembull, siç kemi ne tradit, jo vetëm në Shqipëri, po edhe gjithë shqiptarët, edhe në Maqedoninë e Veriut dhe Kosova, po edhe në përgjithësi në Ballkan, shpeshherë prona, për shembull prona e shtëpisë, është një lloj tradite familjare. Çdo fëmijë duhet të kishte xhakun e vet, shtëpinë e vet, dhe ti mund të gjesh kudo nëpër Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, 3 vila, 4 vila në një. Edhe 6 vila kanë parë. Që tregon që janë 6 çuna secili. Atëre baba ikën i qet, thotë ja lash. Kështu që nga kjo pikpamje ti je i lidhur me pronën, ke realizuar një ambicie, por ajo nuk është një investim efektiv që ti ta përdorësh si A është ky edhe gabimi më i madh që bën shqiptarët me pronën? Unë nuk mendoj që duhet konsideruar gabim, po jemi në një etapë në një ekonomi të re që është ekonomia tregut dhe marrëdhëniet me paranë dhe marrëdhëniet me kapitalin duhen parë në një formë tjetër, jo forma klasike për cilën ne jemi mësuar, që lidhet më shumë edhe me idenë e kursimeve, depozitimeve në banka, ai që ka mundësi. Edhe blej një pronë se ti je rehat, edhe atë konceptin që themi prona nuk shitet. Pse çdo më thon prona nuk shitet? Çdo gjë shitet dhe blihet. Nëse ti ke mundësi që të rikrijosh një pronë tjetër, pse duhet të jesh i atashuar pafund, ka qenë pronë e familjes. Thoni, i përket një mentaliteti dhe një kohë që dal nga dal duhet zëvendësuar me këto koncepte të reja. Kam qenë një bisedë në plazh në Qerret kur një biznesmen shumë i madh shqiptar shiti vilën e tij. Edhe e pyeti një nga kolegët tanë, tha, si e shitëm, por gjithë ajo vile bukur, tha.
Tha, unë e shita, tha, sepse me parat e shitës saj, do bëj një projekt më të mirë se sa ky që kisha. Dhe çdo gjë shitet e blihet. Po natyrisht, sepse në mentalitetin ton, njërë në ratë parë edhe falimentimi në biznes, apo dhe në çdo lloj aktiviteti, akoma konsiderohet turp, edhe pa aftësi. Dhe në shumë raste, shumë biznese i mbajnë investimet thjesht që mos turprohen Se çfarë do thot fshati se çfarë do thot për mua. Ndërkohë që në vendet e zhvilluara, po sidomos Shtetet e Bashkuara, në vendet Po anglosaksone. ndihet kjo, edhe në media, për shembull, ka shumë media që nuk i shesin vetëm nga sedra, domethënë se Falimentimi në këto vende konsiderohet si elementi i parë ose i dytë i mundësisë suksesit. tjetra është që çfarë i mban këto prona, pra pronën përgjithësi, banesat, investimin në prona në çmime kaq të larta. Në një vend që relativisht jo shumë i pasur. Çmimet e larta për mendimin tim vijnë nga dy arsye. Së pari nga kërkesa oferta e tregut. Sepse sado që ti të kërkosh të abuzosh me çmimet, tregu të ndëshkon ashtu siç edhe të pasuron, si thuash, nëse vepron dhe dëgjon sinjalet që vijnë nga tregu. Faktikisht në Shqipëri akoma kërkesa me që jemi në sektorin e banesave dhe real estate është shumë e lartë. Është shumë e lartë në për disa qytete, jo kudo, sepse ka qytete ku popullsia është në zvoglim dhe njerëzit largohen dhe çmimi ka rënë ndjeshëm se askujt nuk i duhet një shtëpi atje, ndërkohë që shumë e lartë në Tiranë, Durrës, në për qytetet e mëdha, Sepse kërkesa është e lartë. Kërkesa është e lartë. Tani krahas kërkesës brendshme, që deri tani ka qenë një kërkesë që ka mbajtur gjallë të treg, vitet e fundit ne kemi edhe një kërkesë të jashtme bazuar në dy grupime kryesore. E para shqiptarët që kanë qenë në emigracion, jo se rikthehen, por ashtu që ka ndodhur me të gjitha migracionet e botës, kanë tendencë që të kenë dhe një shtëpi në Shqipëri apo një shtëpi në plazh për të pasur një rrënjë si thosh në vendin e vet. E duan edhe për pleqërinë, se thonë që kur dalin pension andej, pensionet janë relativisht mira nëse janë në vende perëndimore, Amerikë, Gjermani, Britani, dhe e konsiderojnë që duke pasur shtëpinë këtu me ato pension relativisht më të lartë se sa pensionet. Kjo është e vërtetë sepse në raport me nivelin e jetesës. Jo vetëm pensionistët shqiptar që mund ta mendojnë dhe lën diçka pas. Po dhe një numër i madh pensionistë është italian apo të vendeve të tjera vinë në Shqipëri. Vinë në Shqipëri. Natyrisht pak nga ata blen direkte prona, por edhe fakti që i kërkojnë me qira bën që edhe kërkesa e brendshme në Shqipëri, shumë njerëz kanë filluar ta shikojnë si biznes, të blenë apartamente, të japin me qira, ta kenë edhe këtë një lloj biznesi. Dhe drejtimi i tretë janë një pjesë të huajve që vinë për të instaluar në Shqipëri, por kujdes brenda tyre, siç ka treguar dhe historia me Malnezi apo me vende të tjera, edhe ata janë bërë pjesë e biznesit pronave në Shqipëri. Pra nuk është se vinë edhe blejnë thjesht për vete, po vinë dhe blejnë këtu duke e parë sa dinamikë është ky treg, edhe për të tjerë. Edhe për të tjerët blejnë, shesin, pra edhe ata janë pjesë konkurrencë, si thosh, Po janë kryesisht polakët për shembull dhe çekët në zonën e Bregdetit të Durrësit, Golemit, Kavajës, që kanë ardhur vetë fillimisht dhe pastaj duke parë çmimin relativisht të lirë në raport me të ardhurat e tyre dhe me kërkesën, kanë sjell grupe të tjera dhe kështu. Edhe ata bëjnë biznes sepse historia ka treguar në gjithë vendet e rajonit, po mos shkojmë edhe më gjerë, është bërë shumë e fortë kjo tendencë. Jo kapitale ruse, jo kapitale, përmenden shumë gjëra. Në fakt, përtej ngjyrës apo origjinës vendit nga vinë, ato janë kapitale që bëhet biznes. Apo ndërtojmë shumë, profesor, dhe përredhoj, a do ulen çmimet? Frika për një flusk, nëse keni fjalën për bashkë me fluskën, bashkë me fluskën imobiliare, për momentin nuk duket afër. Mund të mos ndodhi sepse jo gjithmonë ka ndodhur. Tregu vazhdon të jetë dinamik përderisa kërkesa është dinamike. Tani edhe brenda Shqipërisë, po edhe brenda Tiranës apo qyteteve, po edhe në raport po ndërtohet shumë edhe në zonat malore, po ndërtohet sidomos në zonat bregdetare. Pra vazhdon që kërkesa të jetë e lartë. Por ka dhe një diçka tjetër që një pjesë e madhe e investimeve, ndoshta e madhe, mesme, nuk e them dot, po një pjesë e investimeve, sidomos për
për kullat ose këto ndërtimet masive, po luajnë edhe një rol paralel, jo thjesht me këtë logjik tregut që ne po flasim, jo thjesht si një nga instrumente pastrimit parave, por është krijuar një sistem bankar paralel. Do thonë ti nëse mund t'i mbash lekët formë monetare në bank, po mund ta kesh depozitën tënde metra katror, ekur, beton. Si është më mirë ti mbash depozita në bank apo ti mbash metra katror? Tani këshillat janë gjithmonë në ekuilibrim 30-30, 40%. Diversifikim, jo diversët në një sport. Po, pikërisht sepse shpesh njëherë mund të ketë inflacion edhe ka problem paraja. Njëherë mund të krijohet një fluks edhe ka problem kjo tjetra. Njëherë mund të ketë depozitat në bank edhe bie përqindja e interesit. Ose mund të ketë frenim të rritjes së çmimeve. Të çmimeve dhe elemente të tjera. Kjo është kështu formula klasike se si mund bësh, por unë them që akoma nuk kemi arritur në atë fazë që po ndërtojmë shumë. Po ndërtohet shumë sepse akoma sektori i ndërtimit ka kërkesë dhe është sektor i sigurt. Profesor, në librat tuaj që keni shkruar, por edhe në leksionet që jepni me studentët, apo në takimet që zhvilloni në fushën tuaj, cilat mund të jenë 3 gabimet që mund të identifikojmë që bëjnë shqiptarët përgjithsisht në investim? Në pjesën e kulturës individuale të investimit. Së pari do thoya ke vetë kultura dhe mentaliteti i investimit ose mentaliteti i zhvillimit. Ne për shembull përdoret shpesh kur dikush ka bërë biznes dhe ka fituar ose ka thot hodha gjithë ato lek edhe nuk fitova. Kishte hedhur gjithë ato lek, i shkreti dhe ngeli keq. Çdo më thën hodhi gjithë ato lek. Pse ne kemi fjalën dhe se përdor dhe jo ja investuar. Nuk investoj, nuk financoj, por nuk është çështje fjale, është çështje e mënyrës se si ti e konsideron biznesin. Pa shumë rregulla dhe shpeshherë edhe kur bëhen anketa që janë bërë dhe nga studime ndryshme edhe të Bankës Botërore dhe këto, e pyet një biznesmen që ka bërë një investim, po themi disa miliona euro. Çka ke menduar të bësh vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, si e ke atë që quhet planifikimi, po. Përgjigjja më korrente është tu pa tu bë. Pra, ti akoma je në një si do hodha parat, po pres çfarë do ndodhi, pra pasiguria konflikti politik, konflikti pasiguria juridike dhe përgjithsisht tendencat jo të qarta të strategjive të zhvillimit ekonomik në mjaft raste edhe biznesi, po sidomos biznesi i ndërtimit funksionon edhe me këtë logjik. Dhe kjo sjell pastaj edhe gjithë ato shqetësime që ne kemi. Kjo mungesë e kulturës a vjen që në gjenesë nga shkolla? Çfarë nuk na mëson ne shkolla përpara? Shkolla na mëson pak përpara. Pothuajse edhe ai që quhet edukimi financiar akoma është shumë sporadik. Neve po flasim për Albania Cashless 2030, pra paraja pa ekonomia pa para fizike në dorë. Po s'na kanë mësuar para fizike. Jo, atë mirë, po ekonomia pa para fizike kërkon që ti të njohësh sistemin. Ti je edukuar për atë gjë, di të përdorësh celularin. Pra, po si ka mundësi që shkolla profesor na mëson edhe për zbulimin e një planeti kaq milion vite dritë larg se mund të ketë jetë ndonjëherë dhe nuk na mëson për një nga 3 komponentët thelbësore të jetës. Kjo është trinia e shenjtë e jetës, shëndeti, familja e ngushtë dhe paraja, puna, biznesi. Si s'na mëson për gjën themelore, për para asnjë fjalë. Ne kemi bërë përshtypje që në shumë programe, sidomos zotëve të zhvilluar nga klasa parë deri në universitet, lëndë që kishin të bëjnë me edukimin financiar, lëndë që kishin të bëjnë me financat personale, lëndë që kishin të bëjnë me menaxhimin, me kulturën e paras, me kulturën e investimit dhe inovacionit, pra me mentalitetin e inovacionit, shumë pak. S'mund të them asnjë fjalë, po shumë segmentuara dhe shumë pak. Pra, përderisa kemi hyrë në një sistem të ri, sistemi që kaluam s'kishte nevojë ta kishte këtë kulturë. As marrëdhënie me banka, as një gjë, vendimet për ty merreshin në ekonominë e planifikuar që realizohet. Mendonte partia për këtë punë. Po ideja e investimit privat nuk ekzistonte e shumë gjëra të tjera. Në shumë vende problemi kryesor janë moshat 40, 50, 60 vjeçare, të cilat jo që se kanë këtë kulturë, po kanë dhe një rezistencë edhe psikologjike edhe mentaliteti
ka shi gjithë zhvillimeve që kanë të bëjnë me Po, hajde thuaj një me financa 60 vjeçari, digjitale. jo vetëm ajo, po hajde thuaj një 60 vjeçari që ka 100.000 euro në bank, që mbas një viti këto 100.000 euro do vlejnë 90.000 euro, sepse inflacioni do bëj punë e vet, rritja e çmimeve do bëj punë e vet, dhe merret dhe investoj që të bëjnë 110 120. Kjo është shumë e rëndësishme, por ka dhe më bazike se kaq. Akoma një pjesë mendojnë që para duhen majtë në shtëpi, duhen Po rritë për ditë zed, para e bardhë për ditë zed. Edhe kjo është pjesë e gjithë kësaj kulturës, por është e lidhur shumë me mjedisin dhe me mënyrën si zhvillohet ekonomia. Për shembull, ne edhe në një fenomen tjetër, fenomeni i qypit me Flori, zona e banuara nga shqiptarët dhe përgjithsisht Ballkani ka qenë një nga zonat ku ky fenomen ka qenë shumë i përhapur. Kjo ideja e gjyshit që kishte mçef diçka në kopësht. Po, prandaj janë to gjuhëtarët e thesareve s'kan lënë themel shtëpie e kështjell pa gjyshet e jona për shembull pa gërmu. Apo tjerë e urt vjetër. Kur ndronin jetë në përbaule i gjenin parat të Austro-Hungarisë, parat vjetra të Turqisë, parat ke syndyqet e gjyshëve. Ke syndyqet. Pra nuk është kollaj që jemi futur në një botë të re ekonomike financiare që është kapitalizmi, globalizmi dhe me radhë, por mentaliteti ndron gjithmonë me shumë vështirësi. Po jap një shembull për treguar, duke bërë një leksion për psikologjinë e zhvillimit dhe psikologjinë e investimit dhe biznesit. Pyes një student, si e mendon ti karrierën tënde, jenë vit fundit në shkollë, do dalësh, do fillosh biznes etj. E di u përgjigj, tha, profesor, tha, mua më thonë dhe prindit gjithmonë, bëj si të bësh të mbarosh shkollën, të të gjejmë një punë në shtet me një cep, që ta kesh pensionin e siguruar. Mos i thash se ma hodhe poshtë gjithë leksionin që po bëjmë për psikologjinë e zhvillimit, mentalitetin e zhvillimit, investimet, pra futja në mënyrë individuale me një kulturë biznesi dhe financiare të caktuar për të bërë një karrierë në këtë fushë. Nëse ti e mendon kështu tash apo të edukojmë kështu. Thelbi asaj çfarë thot Robert Kiyosaki, ke babai pasur, babai i varfër. Babai i varfër që ishte profesor universiteti, këtë thoshte, që mbaro shkollën, merri punë, merri kredi për 30 vjet, marrësh një shtëpi dhe kur të vdesësh ti bashkë me kredin. Problemi është që në shumicën e botës nuk ka më mundësi që të bëjmë planifikime të kësaj natyre. Thuhet që, do të thonë, nga studio serioze apo universitete serioze, që si pasojë inteligjencës artificiale apo zhvillimeve teknologjike, mbi 120 milion vende pune janë duke humbur ose kanë humbur. Por kujdes, ndërkohë dhe thuhet që janë 130 milion vende të reja pune që janë hapur, por që nuk gjejnë njerëz me ato kompetenca dhe me ato gjëra që duhen. Me ato know-how, me ato dinamika është aq e madhe dhe aq e shpejtë, sa varet sa të afta janë shoqëritë me gjithë sistemet e tyre arsimore që të orientohen. Okej, profesor, nëse do jepje 3 këshilla të rinjve për pasurimin, cilat do ishin ato? Koncepti, sidomos i këtij brezi për pasurimin është pak i veçantë. Është pak i veçantë për faktin që pasurimi vendoset në plan të parë të çdo gjë. Ajo shpreha jonë e thon kështu, hajde të bëjmë një gjë, të bëjmë ca lek, ose qa ke bë një lek. A ke kap një gjë. A ke kap një lek. Ajo tregon një lloj mentaliteti që objektivi i vetëm është që ti të kesh ca lek që të ndihesh më i plotësuar ose më i pasur. Ndërkohë që gjithë procesi se si arrihet për të bërë i pasur, o diskutohet shumë pak, o nuk njihet o refuzohet. Si këshillon? Kështu që unë këshilloj që të kenë një objektiv për të bërë një karrierë dhe për të bërë diçka vërtet veçantë. Këshilla e parë është që bazohu ose ndiq një model që ka qenë i suksesshëm me rrugë normale, po e kërkove suksesin me rrugë të tjera, me rrugë informale, me rrugë droge, me rrugë partije, me çfarë të duash, natyrisht edhe mund të arrish, por e para s'është qëndrueshme. E dyta nuk të letë flesh të qetë, e treta nuk të krijon asnjë bazë për një karrierë të qëndrueshme dhe mund të jetë i përkohshëm. Ka kursyer një 30 vjeçar 100.000 euro. Si do ta këshilloja? Çfarë të bënte me ato para? Po,
pikërisht rikthehemi te ajo që tham, që të dish çfarë të bësh me paranë, duhet të jesh i përgatitur. Mos thosh po hedhje këto para se ndoshta më del në gjë. Kështu që ai që ka kursyer, po themi 100.000 euro që ju thatë, pak shanse ka që me kaq para, mas një kohë gjatë që i ka kursyer, të mund të përfshihet në një lloj biznesi. Jo, ku mund të investoj? Po, investimi më i Mund sigurt. të investoj në real estate për shkak? Po, patjetër. Po në real estate duhet të përfshihet në grupe ose kompani që shesin dhe blejnë në real estate, vetëm si person me 100.000 ose në euro. prona, po themi një apartament apo një dyqan apo Po natyrisht, po do të thonë për kushtet shqiptare që të bësh biznes në real estate në 100.000 euro janë pak, se mund të blesh vetëm një apartament, edhe ato ta përdorosh për ta dhënë me qira deri këtu shkon. Pastaj nëse ti dhe kjo mungon në Shqipëri, ato lehtësuesit ose facilituesit e krijimit të grupit të investitorëve. Fondi investimeve. Po edhe jo facilituesit që bëjmë bashk 5 ose 10 persona që kanë nga 100.000 për një ide. Për një ide dhe duke bërë një shumë, nëse gjën 10 veta me 100.000 euro, me një investim real estate për 1 milion eurosh, ti mund të bësh diçka që është shumë më efektive se sa duke qenë individual. Ne kemi parë shpesh jashtë, edhe nga bankat, edhe nga tjera, vazhdimisht vijnë oferta, shiko, nëse ke lek dhe do të investosh, është kjo mundësi, është ky grup që mund të bëhet, është kjo kompani që po bën këtë gjë. Një pjesë e madhe e kompanive serioze nxjerrin bonus thesarit të tyre, ku ti mund blesh aksione kompanive të ndryshme, jo vetëm bonus thesari të qeverisë, siç ndodh në Shqipëri, se janë shumë të pakta mundësitë e tjera. Pra, ai ose mund të luash në bursë, tani tregu është i hap. Po këtu s'ka bursë. Jo, në kuptimin ndërkombëtar. Kur ti s'ke nivelin dhe përgatitjen, kjo është risku është shumë i madh, mund biesh viktim. Sepse nuk e njeh. E këtyre gjërave të. Kështu që ne urgjentisht duhet zhvillojmë bursën, ka 2 bursa Bosnia, e Serbia dhe tjerë, ne kemi 25 vjet, 30 vjet, 3 herë kemi hapur, 3 herë kemi mbyllur. Tani nuk dihet çfarë do bëhet. Dhe po su zhvillua ai që ne quajmë tregu sekondar, tregu terciar, financiar dhe monetar, ekonomia nuk zhvillohet vetëm me kredi bankar. Çka këshillon, shtëpinë me qira apo me kredi për ta blerë? Jo, po varet si ta bësh llogarinë, sepse shpesh herë njerëzit janë të duke qenë që kredia qiraja shpesh herë mund të lëvizi, mund ta ndrojë, si asnjë rahat dhe llogaria që të bën gjithkush është sa paguaj qira muj për muj, po marr kredi ja jap vetes time. Kjo logjika apo nëse flitet sa bush kazanin e atit që më jep shtëpinë, bush kazanin tjetër. Kështu që normalisht shtëpia me kredi të jep më shumë siguri, po natyrisht dhe më shumë varësi. Por nga ana tjetër ka dhe një llogaritë tjetër siç bëhen në shumë për shembull për shtëpitë që mund të jenë në plazh ose po Gradec ose në vende të tjera. Ti investosh për të blerë një shtëpi, ta zëm bën me që e morëm si shembull 100.000 euro, kur ti e ke të sigurt që të paktën në 10 vite të ardhshme apo 15 vite të ardhshme, të shkosh 2 herë në vit ose 3 herë në vit. Nëse ti 2 herë, 3 herë në vit shko dhe në një hotel dhe në një shtëpi me qira atje ku do shkosh, të del më lirë. Por 20 vjet prapë ka harxuar çarekun. Dhe ndron dhe vit për vit. Ka harxuar 20-30% të shumës për 100.000 euro. Po këtu futen pastaj konceptet, e kam pronë, ja lë trashëgim fëmijëve, bëj një gjë dhe futen shumë parametra të tjerë pastaj. Në përgjithësi vendet e varfra kanë dhe mitet më të mëdha për paran. Kush është miti më i madh që kanë shqiptarët për paran? Në miti më i madh për paran është që paraja të garanton sigurinë dhe qetësinë dhe mbi të gjitha dinjitetin. E kemi pas që në folklor, paraja të jep emër, paraja të tjerë të jep men paras. Ne e përdorim, jo vetëm ne, po edhe me që përmendë folklorin. Në për shumë kostume tradicionale, janë ato florit këtu të veshur të bërë pra, e kanë dhe popull tjerë shumë, po. Edhe ne kemi ato që domethënë e veshim me arë, e veshim me flori, në një farë mënyrë për treguar që skimën, edhe rangun. Mendoj që duke e trajtuar shpesh herë kështu, edhe kur ti mban kursime në shtëpi, edhe kur ke një pronë, ti ndihesh më i sigurt dhe më me dinjitet. Që shumë vende nuk e kanë. Ju përmendët pak më parë 1 milion euroshin,
nëse do krijohej një fond. Nëse ky fond do krijohej, ju si do t'i këshillonit në cilat sektor t'i investoni? Si si të vendosni? Sektorët janë të ndryshëm se kompanitë mund të jenë të gjitha llojeve, që nga kompanitë teknologjisë tani teknologjive të avancuara, në sektorin e shërbimeve, në sektorin e startupeve, real estate, kudo tash mundësit. Puna është çfarë intuite ke sektori elektroenergjetik. Po, çfarë intuite ke për të kuptuar se kjo kompani që ti po investon, po ble aksione, po bën ka garanci. Dhe pastaj zakonisht gjithmonë tendencat e reja që tani lidhen shumë me digitalizimin, me AI-n, me këto janë ato që janë dhe kompanitë më të suksesshme. Po kjo s'do thotë që edhe prodhimi tradicional i një produkti, agroindustria ose këto tjera janë pa vlerë. Çështja është që ne o presim investimet huaja nga jashtë, o presim që të jenë investime publike, ose duhet të jenë disa biznesmen të mëdhenj me kreditë mëdha bankare që të bëjnë investime. Ky mekanizmi që ne përmendëm i fondeve të investimit të krijuara, të vetë krijuara, të organizuara me gjithë ato kursime të vogla nuk ekziston. Kjo është një nga shkaqet që edhe ata njerëz që kanë disa kursime modeste, mesatare, po dhe të larta, që shkojnë nga 20-30.000 euro deri në 200-250.000 euro, nuk dinë se ku t'i përdoren. Sepse shpesh në përgjithësi është krijuar edhe një grup që kanë kriju portofole pronash dhe kanë arritur ta shndrojnë ato në biznes, sepse nëse është e përllogëritur që nëse ti ke 7-8 prona, le të themi, qoftë dhe modeste, të dhëna me qira afat gjata, mund të arrish të krijosh një cash flow mujor dhe vjetor të tillë që ajo shndrohet në biznes. Pas kësaj, nëse ti i shton këto vit pas viti, bën 10-15-20 prona, atëherë pastaj ky lloj investimi. Kjo tregon dhe larg pamësinë, sepse ata njerëz që vërtet kanë kuptuar si funksionon ky treg, nuk blejnë vetëm apartamente për banim, ata blejnë dhe ambiente për zyra, ambiente për biznesi, ambiente për supermarkete, blejnë parkingje, ambiente për shërbime dentist. Kam takuar shumë investitorë të kësaj kategorie që erdhi një djalë i ri, por ishte investimet e familjes, dhe thoshte unë blej vetëm cepet më të bukur të pallateve në Tiranë. Më thuaj ku ta gjesh që po ndërtohet një projekt i ri me një cep të bukur, thot vi ta blej direkt. Sepse ka dhe një ndryshim kulturor shumë madh. Ne në Shqipëri, si pasojë dhe arkitekturës komuniste, po dhe ndikimi arkitekturës ruse, nuk e kemi pas zhvilluar atë që quhet kultura e cepit. Gjëja e parë që pam perëndim ishte që çdo cep ishte një shërbimi, një gjë. Ne zakonisht katin e parë bënim dhe pa balkone, pastaj fillonim. Tani që po hyn dhe ne po e kuptojmë se sa vlerë ka kultura e cepit në një ndërtim, ai merr vlerë veçantë dhe shumë mirë që dikush ka pasur dhe intuitën edhe ka kuptuar. Janë disa, po ky ishte sniper i cepeve. Po. E quajta unë. Kjo është brenda logjikës dhe tendencës më pozitive për të investuar. Ashtu si kundër ka një grup që investon në për parkingje, ashtu si ka një grup që investon në dyqanet që janë ballor pranë rrugët kryesore me më shumë qarkullim. Kështu që kanë filluar edhe të specializohen dhe mendoj që po e krijojnë atë klasën e tyre. Profesor, ju vet a mbani mend pronën e parë që keni bler? A trego pak historinë. Po tani se koncepti pronës është shumë i gjerë dhe pronë e patundshme. Në fakt nuk kam bler ndonjëherë pronë të patundshme. As shtëpi? Jo, kam trashëguar shtëpinë nga prindrit, kryesisht nga mamaja, edhe 3 herë që jemi zhvendosur në shtëpi kanë qenë kalimi nga i pronë të tjetra që ka qenë po ekzistuese. Po, do të thonë kur e ka bler familja, se unë personalisht nuk ka ardhur rralla që ta ble unë. Kam bërë një pronë, se kam ndërtuar një shtëpi në këtu në zonën rurale afër Petrelës, që e kam ndërtuar, po jo bler. Kurse veprime e ke zhvilluar. Po, bleri. Pra ke bler tokë apo ke trashëguar tokë? Tokën edhe e kam ndërtuar. Kurse 2-3 herë që kam lëvizur. Ai shpi fshatin në periferi një vit. Po.
Si ishte kjo ndjesia e këtij lloji investimi? Po, e para njërë, Para çfarë vështirësish kalon? para 15 vitesh ta tregoni. ishte edhe i çik tendencë më e fortë se tani për ndërtuar një shtëpi, për të pasur një shtëpi të dytë. Mua plus gjithmonë më ka pëlqyer edhe jeta dhe atmosfera e zonave rurale. Edhe si thosh gjeta një mundësi, u bëm një grup shoqëror të veta dhe blem një parcel dhe pastaj ndatën 8 pjesë. E ndam 8 pjesë, secili 5 në ndërtuam, 3 e kanë lënë akoma në pritje, po domethënë ishte një aventurë, po themi, që mua më pëlqen, se më pëlqen shumë. Ju ka rezultuar pozitive? Ajo atmosfera. Pozitive tani ka ndruar pak kështu, sepse këto lloj shtëpish duhet pas kujdes, sidomos kur bën investime, sepse i përkasin një moshe të caktuar, i përkasin një momenti të caktuar, nuk janë njësoj për të gjithë. Si për brezën e ri, si për brezën e mesëm, si për brezën nga kjo përvojë, kush është mosha ideale për ta bërë këtë hap, për të bërë këtë investim? Qoftë në shtëpi për ta blerë ose për ta zhvilluar? Po themi mas moshës 50 vjeç. Atëherë, kur ti fillon mendon që dhe mund të rriqesh pak, ke më pak kërkesa që ti plotësojnë që janë mes qytetit, më pak angazhime, edhe do një gjë pak më të qetë. Për brezin e ri që është në valën e angazhimit për gjithë gjëra, qenia 20-30 km larg Tiranës, është e vështirë, qoftë lëvizja përditshme, qoftë të gjithë synojnë sheshin Skënderbej për të banuar, mundësisht. Sheshi Skënderbej, po avash, siç ka ndodhur në shumë qytete të tjera të botës, qendra zakonisht fillon dhe zbrazet, se bëhet shumë e shtrenjtë. Bëhet shumë e vështirë. Presioni i tregut. I bën ato që të shndrohen në zyra, në laboratore, në klinika. Pjesa e mesme. Dhe kjo rrit çmimet, dhe duke rrit çmimet, largon ato që duan të banë. Pjesa periferike fillojnë dhe bëhen shumë kërkuara për atraktive për banim. Keni histori me studentët në lidhje me këtë çështje, pra kulturën e paras, apo me investimet, apo me shtëpinë, me mënyrën e jetesës aktualisht? Po them një që lidhet me këtë, që 2 studentë që unë kam pasur, që studionin për ekonomi, për biznes, sa herë diskutonim që si e shikon të ardhmen e këto, thoshin do bëjmë firmë ndërtimi. Po i thoshin, po ti firmë ndërtimi, ti po mbaron për tjetër gjë. Për kontabilitet, ky tjetri po mbaron për shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare. Pse jeni kaq sigurt që doni të bëni firmë ndërtimi? Me ndërtimin bën hajër sot. Bë lek gjithandej dhe faktikisht janë bërë ndërtues. Janë bërë ndërtues. Të suksesshëm. Nuk e di sukses apo ndërtues janë bërë. Kanë ndërtuar gjë. Po me siguri që po. Çfarë këshilla jep fëmijëve për paran, për investimet, për pronën? Një këshill kam që paraja duhet respektu maksimalisht. As duhet fetishizuar që ajo të komandoj për gjithçka, po as duhet të ndërtosh marrëdhëniet e paras në mënyrë aventurore dhe pa as ta nënvlerësosh. Po pra, as ta nënvlerësosh. Ka qenë një periudhë që ishte turp të kishe para. Po ne i kemi provuar të gjitha, turp të kishe para, turp mos kesh para. Nuk gjen rehat sepse është një koncept nga i cili vjen nga gjë, por paraja duhet të respektuar në kuptimin as mos jesh dorëlëshuar në sensin jamës, se vim prap nesër, ose ti prishësh sot se kismet që bëhet nesër, as që ta ndërtosh gjithçka vetëm në funksion të parave dhe të kënaqesh kur bën bilancin dhe numëron që nga vjet në sim vjet e ke 5% shtuar sasinë e parave, ndërkohë që shumë gjëra që mund t'i bëje dhe duhet t'i bëje, duke përdorur apo nuk e bër. Kur kemi qenë të rinj banim ato citimet, edhe një nga ato ka qenë kur isha i ri, mendoja se paraja dhe pushtetit do më bënin të lumtur. Keni parë ju që pas kam pasur të drejtë. Dhe kur ja thash dikujt këtë gjë, qeshi sepse pristët të thonin ato klishet që nuk është e vërtet. Ka pas një lloj kështu hipokrizie në raport me shoqëria jonë moderne është ndërtuar mbi para, që të themi. Jo, ka pas një lloj hipokrizie. Dhe ajo çfarë ti quan lumturi, jo si ishte çështja e lumturisë. Jo, po them edhe në përgjithësi, ajo çfarë ti sot është bërë standard për të qenë i lumtur,
shumicën e dërmuesit të rasteve është pasja e parave. Unë nuk dua të bie në moral që jo shpirti, jo zemra, jo kjo, jo ajo. Padyshim që paraja është e rëndësishme sepse të krijon mundësi që gjithë nevojat dhe dëshirat që ke të realizosh. Problemi është se paraja mos jetë qëllim. Jo, edhe qëllim mund të jetë, po jo qëllim absolut që ti të lesh çdo gjë tjetër, sepse pastaj të kthehet në të kundërtën e vet. Po, kjo është e vërtetë sepse ka njerëz që po të heqësh parat, nuk u mbetet asgjë tjetër. Pikërisht. Dhe s'ka më të mirë se ata. Profesor, së fundi, 2-3 pyetje e fundit, çfarë mësimi ju ka dhënë jeta për paran, për pronën ju personalisht, në një histori personale në lidhje me këtë gjë? Sepse të gjithë tregojmë kur kemi qenë student, vështirësitë që kemi pasur ndonjëherë ose kur kemi qenë familje të reja, çifte të reja ose jemi ndodhur në një situatë. Pra po vike ajo që thëmë që po e respektove dhe po e trajtove paran me dinjitetin që ajo kërkon, edhe ajo do të respektoj. Edhe ajo të respektoj dhe do të nderoj. Po e pe në këndvështrime negative, je gati të shkelë çdo normë dhe çdo biblerësuese ose nënvlerësuese, marrëdhëniet me të bëhen vështira. Çfarë libri do rekomandonit të rinjve në lidhje me financat personale, me kulturën e paras dhe pasurinë? Po, 2 libra shumë të mirë me këtë temë është një libër Pushteti paras edhe Paraja që ka ndalë së fundmi nga 2 autorë shumë të mirë që e analizojnë nga pikpamja e sociologjisë dhe psikologjisë paras. Pra, në një shoqëri dhe në një individ si ndikon dhe si ndërtohen marrëdhëniet me para. Njëra merret me sociologjinë e paras në një aspekt më të gjerë, tjetri merret me psikologjinë e paras, marrëdhëniet e individit me paran se si ndërtohen. Janë 2 libra që të bëjnë mendosh shumë dhe të reagosh. Pastaj edhe një seri librash që ju e përmendët, Babai i pasur, Babai i varfër, dhe janë libra të një kulture dhe përvoje jetësore që tregon se si brezat ndryshojnë nga njëri tjetri. Çfarë këshillash mund duket e vlefshme, një brez e konsideron pa vlefshme se shikon në drejtime të tjera, por disa mbeten dhe universale. Disa mbeten. Domethënë, përgjithsisht ekziston akoma një lloj busulle, edhe morale, edhe materiale, edhe shpirtërore, po edhe si e biznesit, se si të orientohesh në raport me para. Si e shikon ekonomi shqiptare mbas 10 vjetësh dhe shqiptarin nga pikpamja ekonomike? Në një element që ne e quajmë ajo zhvillimi tendencial i ekonomisë, ekonomia shqiptare është duke u rritur. Nga njëri vit në tjetrin, në përjashtim të krizës në të shtatës deri diku vitit parë të Covidit 2020 dhe rastet rralla kriza 2008-ës, 2012-ës, por në Shqipëri u ndje shumë 2009-ën, 2010-ën, gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi pas një kurbë rritëse, edhe të rritjes ekonomike, edhe të pasurimit në total. Natyrisht brenda pastaj e tham që ka grupe të marginalizuara, siç ka edhe grupe që janë bërë shumë të pasura. Po ekonomia shqiptare ka një problem të rëndësishëm strukturor, cili është për mënyrën se si po përballet me gjithë zhvillimet që po ndodhin. Ka nivelin e produktivitetit shumë të ulët dhe cilësinë e kapitaleve të investuara të pakta dhe me cilësi të ulët. Pra, ne po ecim shumë ngadalë në raport me trenin e zhvillimit që po bëhet sot. Dhe fakti që ka kaq shumë ndikim parat që vijnë nga emigracioni, po themi parat e rregullt, ato që quajmë remitanca. Futja ndoshta më shumë se remitancave e parave informale, kriminale, mund t'i vësh çfarë emri duash brenda, ka bërë që ne të kthehemi në një ekonomi shërbimesh dhe një ekonomi konsumi. Ndërkohë që një ekonomi të ketë një shtyllë kurrizore, duhet të jetë një ekonomi e bazuar te prodhimi dhe te eksportet. Nëse do arrim ta bëjmë këtë kalim, duke rindërtuar një ekonomi të qëndrueshme me shtyllë kurrizore të qartë dhe të fortë, mund të themi që nëse jo, rrezikojmë një krizë. Nëse jo, rrezikojmë
siç na cilësojnë shpesh kur analizohet periudha tranzicionit, thotë ekonomia shqiptare ka një tendencë stop and go. Pra ndalo, hec, merr një kthehje sërinë në vend, zhvillo, pra pa një ritëm të qartë dhe një drejtim të qartë se si duhet të zhvillohet. Faleminderit profesor. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Mos harroni mbajeni pjacën lart. Mirupafshim.